Rikthehemi në studio, tashmë kemi Bujar Zabërxhën, do diskutojmë për Efnishin siç e paralajmërova më herët. Bujar, faleminderit shumë që je sonte me neve. Kofsh, faleminderit që më ke thirrë. Efnishi po starton. Jam i madh, jam i masiv. Ani pak mas si fyri. Tamam, termin. Po këtë sezon po futemi pak në të panjohurën. Si për neve, si për ata. Si për neve, si për ata, pasi ka shumë ndryshime. Çka realisht mundemi me potencu për këtë fillim sezoni, ku duhet me pas fokusin? Te cili ekip po mendon? Po në përgjithësi te ekipet. Po him tani ka dalë në çto 4 ekipet e mëdha, po fillimisht shumë ndryshime. Fillimisht është pak interesant rrimi i çdo erës të retë formullave, zakonisht ndodhi çdo 4-5 vjet. Me qëndrim që i kam bo, po dojnë me bo spektakel më të madh, po te kalime më shumë. Edhe shpresoj që ka me pas pejgare sport. Po nisim për Mercedesit. Mercedesi, në paktën bazë asaj që kemi pa deri tash, e ka një farë përparësie të lehtë ndaj rivalëve tjerë, se ka eksploruar në motor pak më shumë, edhe lajmi i fundit ka që motori i tyre në temperaturat -130 gradë e i lejon bëmimin e materialit, edhe rrjedhimisht përfiton dikun 10 km/h më shumë se sa ekipet tjera, edhe FIA tha që ndryshim nuk do të ketë ose intervenim, paktën deri në qershor. Për staza që janë me temperaturë pak më të ftoftë i konvenon. Okej. Mirë po, që si pashën e pronë problemin që e pat Antonelli me motor, Po. ma mërmenja që me rezervë. Duhet me marrë këtë farë. Duhet me marrë këtë farë pune. Qa nuk mojë mëtë në Red Bullin. I keq është halem me McLareni, po Ferrari e ka një sekret ma. McLareni në provat lira që i përcjella dje, pat të lashe Piastri edhe nuk mujti me bo pothuajse shumë pak xhiro, pat të lashe me... Po shapet ke më i shpejt. Po. Rej shpejt. Po pat të lashe me ndrusin e shpejtësive, nikosisht pat të lashe edhe Lando Norrisi. Na em po ta garantoj sonde që në practice 3 këtë tjetër setup kanë mendru edhe në kualifikim tamam komodit ku është tek është. Ale kanë sandbagging me këshyr. Edhe pse Leclerc ku thot Mercedes e ka përparësi, nuk bën me mohu. Russell është i und, ka bo përvoj. Mi po përvoja me e madhe për shoferave kje dorë zemër të Ferrari. Për Ferrari pritë shumë. Këta e kam po prej emisionit kalum që të regova për Kines, i ndërzu në evaluim të kjerët 2025, po koncentrohem 2026, edhe jom shumë i bindur që ka pat halel luft, Bahrein, po... E kanë mojtë shret. E kanë mojtë që dush me ditë. Absolutisht, në këtë tregojnë potencialin e plot. Vetëm Ferrari që njëjtin motor dhe ka përdorur në Barcelonë, njëjtin motor dhe ka përdorur në Bahrein, edhe në fund e ka lënë pa benzin Hamiltonin. Veç që po reagon kjelli, s'ka po të prishi. Në moment ai bolid u konë gjendje edhe ja 1000 km me vo, pa ku farë problem. Kjo tregon shumë për qëndrueshmërinë e motorit. Tani vjen te puna. Ka S-mode dhe overtake mode, ajo ka me konë Sony PlayStation. Pa, dorën zamër që ashtu po dohet. Se tash piloti, për dallim prej viteve të kaluara që më ja shpjegua dhe dëgjuesve, ka ma shumë kontroll në bolid, edhe ka më varë shumë prej ti, se që shka me funksionu, se duhet me mbush baterin, duhet me kujdes për baterin, se nëse se ki baterin sa duhet, ti hen të kalim, po nuk e kryn të kalimin, me. Por që më dhe e 5 Soinsin. Po. 50 km e hupi bateria. Sakt. Aston Martini, definitivisht, 1500 unda nuk mund të mja bukirë. Në deklaratën e fundit që ke Alonso e patë në një deklarat, tha, nëse hym garë, qështu që jemi, tha në ma shumë se 25 gjiro së një bëj. Edhe ke një lajm shumë interesant, kanë marrë edhe Alonso dhe Stroll kanë marrë sakëza dhe kanë mush gojnë me sakëza për me i përballu vibrimet e mëdhaja që është i bo bolidi. Motorit, po. Se nuk po mund me gjeneru. Bateria nuk pja mush as 10%. Edhe veç 2 bateria i kishin, nuk kanë rezervë. Adrian Newey e përmend. Ato pari i ka në burë.
2 i kanë pas në realitet. Po, në realitet i kanë pas 4, po 2 ju kanë dështu diçka me rimbushje edhe dosh mi dorzu, ju kanë mbet vetëm 2 për garë. Ati na jem një sen që pa që ky Rio me lë. Limblad. Ky ko me kon shlogu i këtë garave. A di pse? Që ti e ke pasur çka ka Ai bërë. është senzacion. Ai është budall këtë. Ai është senzacion. Me që me shku ovdash, e noli kjerë në gjyrë të shqipëreja Miltoni. O pëtën, ja thej krohën rëselit. Po. Do me thonë, a i ko me bo që si sen edhe safety car kina me po me to, ose kanë me hi krejt. Do një vlasën a morën qovë. Tash, nështë ta mundet me konë çështja përvojës, po ato Red Bull e ka blindu. Se u konë treg një periud, kanë këshyrë ekipe tjera mjamar, po e ka blindu, e ka qu te Racing Bulls. Tash nëse i del gabim, ajo këtë përgjithësi e tyne. Po, a menon që pavarësisht enigmës që ka Red Bulli si vjetë, se u hi me motorin Ford, a menon që Fordi mundet me prodhu motor konkurus për F1 edhe Isa Kaxhari mundet me qenë backup i mirë ma në fund? Isa Kaxhari është i unt. Edhe është gjallë shumë i talentum. I ka bo do gabime sot, pa e arsytoj vetëm po du mi mësu pikat ku me frenu, tjerëri, këti, ama pse të Red Bull gjithmonë po ndodh shoferi i dytë. Është problem me rivalizu Maxin. Dallimi madh. Po mos po gabime. Ose pi japi një kjell, shpëtoj hajtë të provojnë atë që shpëllëzë Maxit pjalojnë ato gjithmonë. Maxi e Max. Po. Veçi s'ma mërë menja që 5-6 garat e para mund me bo Red Bulli. Ka me shumë mrapa, Fordi ka me të mrapa, ka ardhë, Mercedesi, Ferrari kanë evaulu shumë, një bret motora. Tash, për ta lidhe me Audia fatit tyne që shasin, kam pëjvojës me Sauberit. E tash motorri është ndojnë e tyne. Po. Mbahejnë 3 motora ju djekët. Në më thonë ka dalë, se këtu është qëtër muhabet. Nuk është autobani këtu për Ibrahim Lugovës, vëzët 200 orë dhe këta. Këtu është qëtër muhabet. Edhe besoj që me kohë edhe ata, ka me konë, apet 4 ekipet ka me konë, McLaren, Ferrari, Mercedes dhe Red Bull. 2 inkuadrime për Audia, për logaritim si inkuadrim 3, po vjen me përvojën e Sauberit, nuk është bashkë prej zero si bjen Cadillacit. I rikthen në shtek si vjetë 2 pilot me shumë përvojë si Sergio Perezi edhe Valtteri Bottas. Që aty është interesant. Para Aston Martinit janë. Ishe para Aston Martinit? Po. Aston Martini ka problem, na jem. Nuk më mëj me kuptu Adrian Newey që se ka leju vetën me orë që deregje që shdojnë popë. Kupton, kep sot e malë pare sot dush, po e më ardhë me GP2 motor, kupton. Nuk e di, shola, është përparësia e Cadillacit që i fundit të Se kënë të Aston Martini, për shambull, deri që tash, kënë shumica njerëzve i kanë llogarit si një farë befasie të mundshme. Honda, Aston Martini, Adrian Newey, u llogarit ka si një farë treshe. Po, u llogarit ka si një farë treshe që mundën me prodhu diçka. Po tash edhe Real Madridi ka ble këtë lojtarë më të mirë në botë, po gjithmonë Barcelona e mujke. Ja ka gjetë ilaçin. Ju mund të shbim lell, po kur shko ke edhe më di hova ki. Tash kur jemi ka fundi bisedës, me boni farë lloj rikapitulimi. Kush mundën me qenë sipas teje ekipet që e synojnë kreun? Nuk po du mi a bo rraf zhveti, po kom qef mi a bo qefin veti. Po du me po Ferrarin me Hamiltonin. Okej. Ka potencial. Po. Edhe McLareni s'ma mërmenja. Okej. Është Mercedes. Se nuk mundet mi a shit kjerën atë motorin McLarenit e McLaren me kom më i mirësët. Po. Ka dojë se gjithka për ujë për veti. Po, absolutisht. Po jarë, faleminderit shumë për kohën. Besoj tash kemi mund të taku ma shpesh për punën e garave, para garave. Ti mundesh më thirrë edhe në Skype, mos më bëj të lashe. Absolutisht. Me çaj në dorë. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit na jam shumë edhe inshallah kënaqem këtë sezon se do vite u kom bash tabu me këshyre dhe kjo ma gjenata të reja, tash motorat e ri, sistemi i ri, rregullat e reja bojnë ma interesant. Dhe nashta në të rjek me shumë ma shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve dhe Dukagjinit.